Në Bruksel mbahet këtë të martë samiti I parë I bllokut Evropian për zgjerimin. I themeluar nga Komisionerja për Zgjerim dhe Fqinjësi Lindore Marta Koll, samiti parashikohet të jetë një platformë e përhershme për të lidhur qytetarët e Bashkimit Evropian dhe vendet kandidate rreth një të ardhme të përbashkët. Në nisje, presidentja e Komisionit von der Leyen vuri në dukje se fitimi I antarësimit në Bashkimin Evropian është një proces sfidues për vendet kandidate që kërkon shumë reforma, por ajo tha se përfitimet e zgjerimit janë të shumta. In February I traveled to Ukraine. Vendet që ju bashkuan BE-s në valën e fundit përjetuan një rritje të jashtëzakonshme ekonomike. Standardet e jetesës u dyfishuan, papunësia pothuajse u përgjysmua. Jetëgjatësia u rrit mesatarisht me 4 vite dhe u krijuan 6 milion vende të reja pune. E njëjta gjë do ndodh me procesin e ardhshëm të zgjerimit. Në kuadër të këtij samiti, gjatë ditës mbahen panele diskutimi, pjesë të cilave do të jetë edhe kryeministri Edi Rama. Siç është bërë me dije dhe në deklarata të mëhershme, Mali I Zi dhe Shqipëria janë dy vendet më afër antarësimit. Mali I Zi është zotuar të bëhet shteti I 28 antar I Bashkimit Evropian deri në vitin 2028, ndërsa qëllimi I deklaruar I Shqipërisë është të përfundojë negociatat e pranimit deri në fund të vitit 2027. Sipas Bashkimit Evropian, të dyja po bëjnë përparim të qëndrueshëm në zbatimin e reformave drejt përmbushjes së kritereve për antarësim.